kena bilans ose planifikim për vitin 2025. Pse? Është në konsultim publik ka qenë, por nuk është i publikum si kur çdo bilans tjetër, pak të nuk o konë deri këtë ditë. Tash, nëse vinë me kosto shtesë, ku o komploni, të më thonë kjo e në konë me fatë, që i kena po qëto. Po, mund të shkoj duke u rritur. Po, tash nuk e kena, si me thonë, as nivel krahasimi nuk e kena. Edhe kronikën tjetër, 4, kjo është për, ose shoja është kec, pra kush është përndonë. Kostoja e parashikuar me blerjes së energjisë ishte 96.13, ajo e realizua ishte 147. Kush ju tha me ble energjinë import 147? A ju la me menaxhu këtë punë? Pse na mi pagu pra tash tarifat? Po, janë kallëzu këto ma vonë, për shembull blerjet e energjisë. Pra, 50% më shtrenjtë. Se këtë po është që kjo, që qysh kesko po përzijen. Këta e tregojnë, që ka që më ke thonë si kom e importu, ose që ka që... Dhe bazuar në për llogaritjet fillestare. Kom e importu. Në këtë pikë, unë jam në humbje. Edhe edhe që ato shpenzimet që i pom nonën e djatë, dhe ne duhet t'ja kompenzojmë humbjet kecit. Normal, 300.000, 220.000 në orë, 3.000 euro, nuk është që krejt shkojnë, se këtu në fund ndohën. Nuk e diun e cilën orë e marrë rrymën kecë, cilën kesko. Në fund fare, na vinë njëve si tarifa, qush edhe po shijet. Dhe këni thënë 137 milion kanë qenë duke u negociuar, pra se a duhet të importohen, apo çka duhet të bërë. Për revitalizimi i A3-shit. Po, për revitalizimin e A3-shit. Këtu po folet për ofër 10% të ngarkesës ose kërkesës për energji elektrike. Pra, nëse i kena 70 gishta, për një gisht janë të vendosë disa njerëz me një farë ku e di se ku, për 137 milion euro. Pra, na nuk kena të folë për një tender për naftë, na nuk kena të folë për një tender për një material caktum kek, për një kazan. Na jena të folë për 10 gishta tonë. Edhe ato sonte si çdo tjetër. Për janarit më ka nisë kjo punë, tani në shkurt, tash kanë dalë të kualifikum 3 kompani ose 3 grupe ekonomike, po prapë se prapë, na nuk i dina s'ka i na të pagu. Pra këta e kanë vendosë. Nuk ka transparencë toni për... Nuk ka pas transparencë, se nuk ka të ndër të hapën. Kjo është ligjërisht, se këta po thojnë është ligjërisht në rregull. Ligjërisht, mundet mu ka në rregull sa i përket tenderit, procedur prokurimi me negociata. Ligjërisht, mundet është tjetër sen. A është e duhur, a është në rregull me neve që jena të pagu sa për import, edhe që sonte po mendohet po revitalizu bloku A3 10% e ngarkesës, në për kush e di se ku, me kush e di se kanë. Pra, sa po mendohet për kapacitet energjetike, që këta sa din? Që ka që din? Ka që din. Ka që din. Nuk në këthyet përgjigje kush është Vuk Hamović? Vuk Hamović është djali i shefit të armatës sërbe, ose ndryshe për Republika Srpska Zvjenaj, prej Bosnës, baba i vetë, Rade Hamović. Tash është edhe djali ti, Miloš me sa e dije pa temni, por nuk ka rëndësi kjo pjesë e këto kingu mbreti është Vuk Hamović. Vuk Hamović, djali generalit sërb, është kryesori dhe tash... Shefit armatës sërbe, që mos të hymë në terma, mos të gabojmë terma. Dhe tash është edhe i biri, duke punuar në... Na po flasim Adriatik për një kompani që ka qarkullim miliard. Pra, aj nuk e ka problem... Kur kam hullumtuar, del tjetë ndër sërbet më të pasur. Po, aj nuk e ka problem për 1 miliard qarkullim, pavarësisht sa vjen me taksa e kështot, ajo nuk më hynë puna e pjesë, nuk e ka problem aj me hy me, nuk po thëmë me ryshfetu, po me i bile me një farformë ose tjetër, zërëj e kost e që ka pasë. Pra, na nuk kena të folë këto... Sërbi Hamović, sa mund t'i blej me zërëje me kost me... Po, gjithmonë dyshimet janë. Tash, nëse janë leju që to keshpërdorime, si shihen, deri tash, a nuk e ka problem këtë pjesë. Na jena të folë, përsa ta është vogë vendosje, nëse një njeri ta barë trujme çdo ditë. Më kujtohet kjo festa e Vidovdanit, ku ke. Po. Aq e ka... Mendon se e ka perfekcionu këtë farë kartën e nacionalizmit Albin Kurti, sa dur për Vidovdan, edhe me sa di ka pas konferencë, ju i keni materialet më mirë, edhe
na jep keni farë, dhe i kemi dhoni farë përshtypi që rreziku mos po ndodhë diçka. Ditën e Vidovdanit e ka pru rrymën e